Po shive përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit e Kanal 10. Ndodhemi para kuvendit Kosovës, megjithatë për momentin nuk ka ndonjë lëvizje të re brenda këtyre ambienteve, qoftë për një thirrje të mundshme të seancës konstituive nga kryesuesi Avni Deari apo për ndonjë takim të ri mes liderëve politik përkatësisht Kurtit dhe Abdigjikut. Vëmendja tashmë është pikërisht e përqendruar te negociatat politike, veçanërisht e komunikimi mes liderit të vetëvendosjes Albin Kurti dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, ku mbrëm pas takimit mes tyre të dy liderët përcollën një mesazh dukshëm optimist se sa në ditët e kaluara në tavolinë nuk ishin vetëm dallimet politike, por konkretisht çështja e presidentit të ri të Kosovës dhe kriteret që duhet të plotësoj kandidatët e mundshëm që do të mund të merret mbështetja më të gjerë politike. Takimi i brendshëm ishte i rëndësishëm edhe për faktin se për herë të parë palët folën për një bazë të përbashkët dhe për vazhdimin e negociatave me hapa të më konkret, nëse mund ta quajmë kështu. Kurti pas takimit tha se kishte parë vullnet nga LDK-ja që vendi të sjellë një president të ri, ndërsa Abdigjiku bëri të ditur se në takimet e ardhshme synojnë të kalojnë edhe tek emrat konkret pra, por pavarësisht këtij optimizmi, mbështetja ende nuk është arritur, pra një marrëveshje e mundshme, dhe përkatësisht këtu qëndron sfida kryesore e këtyre negociatave, sepse Kosova vazhdon të jetë në një ngërgj institucional, ku vendi i dalë nga zgjedhjet e qershorit ende nuk është konstituar plotësisht, pra jemi vetëm te betimi i deputetëve, ndërsa procesi mbetet i bllokuar te zgjedhja e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të saj. Vetë Kurti kishte deklaruar se bisedimet politike nuk duhet të sjellin fillimisht marrëveshjen për presidentin e më pas të konstituohet kuvendi. Nga ana tjetër LDK-ja ka bërë një lëvizje të rëndësishme politike. Më 13 gusht Lumir Abdigjiku njoftoi se partia e tij tërhiqej nga çdo kërkesë për poste politike, sikur formimin e institucioneve përfshir edhe kërkesën e pozitës së presidentit. Ky qendrim hapi një hapësirë të re, nëse mund ta quaj kështu, për komunikim me lëvizjen vetëvendosje, dhe pikërisht pas këtij ndryshimi të qëndrimit të LDK-s, takimet mes Kurtit dhe Abdigjikut marrën një tjetër dinamik, nëse mund ta quajmë ashtu, me takimin e mbrëmshëm. Ndërkohë dje pati edhe një zhvillim tjetër të rëndësishëm në këtë drejtim. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albina Xhiu zhvilloi konsultime me subjekte politike për tejkalimin e krizës, por PDK-ja, LDK dhe Aleanca nuk morën pjesë, duke e kundërshtuar formatin e qëllimit të këtij takimi. Pra në anën tjetër kemi një afrim të ri mes vetëvendosjes dhe LDK-s, ndërsa në anën tjetër PDK dhe Aleanca vazhdon të mbajnë qëndrimin të ndryshëm për mënyrën se si duhet të zgjidhet kriza. Fakt interesant ishte se PDK-ja pra vazhdon të dërgoj letra kryesuesit Avni Deari për të thirrur seancën për konstituimin e kuvendit, ndërsa për momentin nga këtu para kuvendit nuk ka ndonjë sinjal për thirrjen e menjëhershme të një seance të re, prandaj sytë vazhdojnë të jenë te tavolina e negociatave dhe sidomos të takimi i radhës Kurti Abdigjiku, ku pritet të shihet nëse palët do t'i kalojnë nga diskutimi i kritereve të emrat konkret për presidentin e ri. Sa i përket këtij takimi, shihet sipas informacioneve të reja që kemi brenda partive, nuk pritet të ketë një takim të mundshëm sot mes Kurtit dhe Abdigjikut, ndërsa